punësuarit me fëmijë nën 18 vjeç do të përfitojnë një zbritje tatimore prej 48.000 lekësh për secilin prej tyre si pjesë e një udhëzimi të ri të Ministrisë së Financave. Ky ndryshim synon të lehtësojë barrën fiskale për shumë familje shqiptare. Familjet me fëmijë nën 18 vjeç do të përfitojnë një zbritje prej 48.000 lekësh në vit për çdo fëmijë në deklarimin e të ardhurave. Ekspertët e ekonomisë e shohin këtë si një hap pozitiv, por theksojnë se mbetet një masë e kufizuar e cila do duhej të ishte më gjithëpërfshirëse. Po flasim për të ardhurar mbi 1.200.000 në vit. Pjesa tjetër që kanë të ardhurar më të pakta nuk ju jepet një kompensim për sa i përket fëmijëve që kanë në moshën 18 vjeç. Dhe nuk më duket që është një diçka e barabartë. Në qoftë se një punësuar nuk i ka këto të ardhurar për gjithë vitin, atëherë kjo do përpjestohet në bazë të muajve që kanë qenë në punë dhe që kanë marrë këto të ardhura. Ky ndryshim është pjesë e udhëzimit të ri të Ministrisë së Financave dhe synon të lehtësojë barrën fiskale për familjet shqiptare përmes vetdeklarimit. I kënaqem pjesës që filloi të kemi kompensim për diçka dhe kjo është në vlerë shumë të mirë. Në moment që një kompensim është në këtë vlerë, nuk besoj se ka një vlerë të konsiderueshme në buxhetin e shtetit. Zbritja llogaritet për çdo fëmijë veçmas dhe aplikohet në fund të vitit fiskal përmes formularit të deklarimit vjetor të ardhurave personale.